Moderatorja dhe producentja shqiptare, Alketa Vejsiu, ka shpërndar një reagim të gjatë dhe kritik në Instagram, duke shprehur qëndrimin e saj ndaj përmbajtjes dhe nivelit të Big Brother VIP Kosova. Ajo tha se, sipas asaj që ka parë në rrjetet sociale, formati ka tejkaluar çdo limit etik. Nuk jam për porno në mes të ditës kurse si, deklaroi Vejsiu. Në përgjigje të kritikave të saj, producentja e Big Brother VIP, Olsa Muhameti, reagoi me tone të ashpra duke quajtur Vejsiun mbretëreshe programeve të vyshkura, arkaike dhe akuzuar për paragjykim dhe jo profesionalizëm, nëse gjykohet show vetëm nga video në rrjete sociale. Kur një ndjekës i kërkoi sërish Alketës të komentonte deklaratat e Olsës, ajo ju përgjigj prerë: "A dhe o nuk përputhen." Reagimi i Alketës dhe kundër reagimi i Olsës ka ndezur debat të gjerë online. Se si qëndron raporti i tyre u pa në këto shkrime, ndonë se mbeten për të parë detaje tjera. Ja reagimi i fortë i Olsës që e bëri Alketën që të replikoj. Ja çfarë i tha producentja moderatores. Plas në rrjet. Olsa i përgjigjet ashpër Alketës pas akuzave për Big Brother VIP Kosova. Një luftë e ftohtë sapo ka shpërthyer publikisht mes moderatores ikon, Alketa Vejsiu dhe producentes së Big Brother VIP Kosova, Olsa Muhameti. Gjuha e përdorur është më e ashpër se kur dhe përplasja ka kaluar në personale. Çdo gjë nisi nga një pyetje e thjeshtë në Instagramin e Alketës, por përfundoi në një kundërpërgjigje brutale nga gruaja e hekurt e produksionit në Kosovë. Alketa Vejsiu, Big Brother Kosova është polno. Gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit, Alketa Vejsiu nuk i ka kursyer kritikat e rënda ndaj formatit që drejtohet nga Olsa Muhameti. E pyetur për mendimin e saj, ajo e ka cilësuar Big Brother VIP Kosova si një tejkalim të çdo limiti e tij. Nuk jam për polno në mes të ditës kurse si. Shoh skena që të krijojnë bezdi, diskomfort. Pse duhet të bëhen model ca modele që s'përfaqësojnë asgjë, veç tundin të pasmet dhe na japin leksione erotizmi. Alketa nuk u ndal me kaq, duke shtuar se nëse ajo do ta bënte një format të tillë, do të ngrinte nivelin dhe i shpalli luftë vulgaritetit. Reagimi i flakti producentes, je fasad, pa brendi. Nuk ka vonuar përgjigja e producentes së Big Brother VIP Kosova, Olsa Muhameti, pa ja përmendur emrin, por me një adresim të qartë kristal. Olsa ka goditur rënd duke e quajtur Alketën mbretëresh të programeve të vyshkura. Një Instastory plot nerv, producentja shkruan: "DTH të gjykosh ti, mbretëresha e programeve të vyshkur, arkaik, pa emocion, ashtu fake si ty. Dhe mos analizo një program vetëm nga rrjetet sociale, se tregon jo profesionalizëm." Olsa e mbyll deklaratën me një sfidë të hapur, duke i kujtuar moderatores një humbje të vjetër. "Gjithsesi të sfidoj, po kam frikë se do humbasesh si para ca vitesh." Prezantuesja vese producentja. Rrjeti po zihen. Ndërsa Alketa gjykon nga pozita e moderatores që kërkon standarde etike, Olsa mbron me forcë krijesën e saj si producente, duke akuzuar rivalen për mungesë autenticiteti. Big VIP Albania ju informoi një ditë më parë për deklaratën e fortë të Alketa Vejsiut, e cila shprehu indinjatën e saj për atë se çfarë po ndodh në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Ja çfarë transmetuam një ditë më parë. Moderatorja e njohur Alketa Vejsiu ka komentuar në rrjetet sociale realizimin e Big Brother VIP Kosova dhe konkurrentët atje, duke mos kursyer as pak kritika. Përmes një Instastory, Alketa Vejsiu ka deklaruar se vetë ajo në rolin e moderatores do ta prezantonte ndryshe dhe do të ngrinte nivelin e formatit, ndërsa shton se programi ka tejkaluar çdo limit e tij. Ajo thekson se nuk është as pak dakord me përmbajtje me natyrë erotike që transmetohet gjatë ditës. "Do ta prezantoja mirë. Do ta ngrija nivelin sepse tek Bigu Kosovës, nga ajo që shoh në rrjetet sociale, është tejkaluar çdo limit e tij. Nuk jam për porno në mes të ditës, kurse si. Shoh skena që të krijojnë bezdi dhe diskomfort", shkruan moderatorja. Ajo ka komentuar edhe për zgjedhjen e personazheve brenda shtëpisë, duke u shprehur se disa prej tyre nuk përfaqësojnë asgjë përveç se tundin të pasmet dhe japin leksione erotizmi. Ka personazhe interesant, ka pastaj njerëz që nuk e di çfarë përfaqësojnë, me çfarë statusi futen. Pse duhet të bëhen model ca modele që nuk përfaqësojnë asgjë, veç tundin të pasmet dhe na japin leksione erotizmi, ka shkruar ajo. Ndër të tjera, Alketa Vejsiu shprehet se suksesi mund të vijë edhe duke rritur nivelin e personazheve. Mendoj se edhe duke rritur nivelin e personazheve dhe narrativën, sukses dhe lajm mund të prodhohet njësoj. Unë i shpall luftë vulgariteti,
Dhe ata që futen do të doja shumë të kishin që të tregonin dhe që të sillnin, deklaron moderatorja. Reagimi i plot. Duhet ta bëja një edicion unë. Në rolin e producentes dhe gazetares së një reality show nuk më keni imagjinuar. Por do të ishte basti fituar. Do ta prezantoja mirë. Do ta ngrija nivelin sepse tek bigu Kosovës nga ajo që shoh në rrjetet sociale, është i kaluar çdo limit e tij. Nuk jam për porno në mes të ditës, kurse si shoh skena që të krijojnë bezdi dhe diskomfort. Dhe drive është sex sales. S'do të shisja gjithçka për suksesin e një formati televiziv. TV ka një mision, është hapësirë shumë e privilegjuar. Lëre pastaj modele që serviren, njerëzit që futen. Ka personazhe interesant, ka pastaj njerëz që nuk e di çfarë përfaqësojnë, me çfarë statusi futen. Pse duhet të bëhen model ca modele që nuk përfaqësojnë asgjë, veç tundin të pasme dhe na japi leksione erotizmi. Formati Ama është një eksperiment social televiziv i provuar për numrat dhe suksesin. Nuk e kontestoj. Mendoj se edhe duke rritur nivelin e personazheve dhe narrativën, sukses dhe lajm mund të prodhohet njësoj. Unë i shpall luftë vulgariteti, dhe ata që futen do të doja shumë të kishin që të tregonin dhe që të sillnin. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.